burrat 100 herë ma keq e ma shumë flasin për burrat thjesht sa që flasin gratë. Dhe kjo është tragjedi që i ka kap ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por para me pas fol dikush për burrave për dikon, neja, edhe me anis me fol për dikon, këtë të burra tjerë e kanë llogarit të sigur më konë azime ngjyra. Tash këtë folin qashtu. Nuk bëhet një vend veç a keni, a i kishton kështu, ky kishton aty, ky kish baratina, ky kish baratina. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kjo është tragjedi që ka ra mbi ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Burrat e ummetit nuk kanë çka me bë, as nuk kanë çka me fol tjetër, as nuk kanë muhabete tjera veç ai kishton kështu, ky apo ato, ky po këto. Edhe nënçmim me poshtrim për tjerët, edhe pse normal nuk duhet ose nuk ka qenë dashur më kon prej cilësive ose bisedave të besimtarëve, nëse ndodh në herë më kon të gratë, edhe aty Allahu subhanahu wa taala ka tërheq vëretin, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ndalon Allahu subhanahu wa taala edhe nëse veç me një emër, një lakab me a thon tjetrit, Allahu subhanahu wa taala ka ndalu. Besimtari besimtarit, veç një emërtim, diçka jo shumë i mirë. Përse ai i zajftja, kjo është keq, haram. Ai i trashja është haram, ai i shkurtja është haram, ai gatja është haram. Veç çështu nëse ato fol. Edhe pse qëllimi nuk është për me poshtru ato, qëllimi është për me identifiku, ama edhe këta ka ndalu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'von me identifiku